A mundet me ushty Universiteti i Prishtinës përpara me këtë staf akademik që e ka? Pjesërisht. Por ne, për shembull, tani e kemi konkursin hapur për mi pranu edhe 100 pjesëtar të ri të personelit akademik. Sepse përzgjedhja e stafit akademik në Universitet të Prishtinës për 2 dekada e gjysmë, po flasim për 2 dekada, nështë ajo 2 gjysmë, po për 2 dekada është bërë në baza nepotiste, në baza klanore, në baza partijake, në baza korruptive, kështu me radhë. Dhe një pjesë e konsiderueshme e stafit, në bazë të ullumtimeve që jenë publiku për organizatave të ndryshme jo qeveritare, nuk i plotëson kriteret bazike për me qenë pjesë e stafit akademik. Andaj pyetja është a mundet me u ndryshu përmbajtësisht gjendja në universitet me këtë brum që ka, me këtë staf? Pjesërisht, nuk është e lehtë, por nuk është e pamundshme. Unë sikur të kisha mundësinë, do kisha vizion edhe pres me padurim krijimin. Shikoni këtu 15 muaj që jam në krye të universitetit, pak a shumë është desh me notu të paktën me një dorë të lidhur. Pse? Nuk kemi pas institucione funksionale. Për me funksionu universiteti mirë, duhet me pas një ndërveprim të suksesshëm me institucione tjera, me Ministri të Arsimit, me Komision Parlament në Kuvendin e Kosovës për Arsim, me Ministri të Shëndetësisë e tjera. Ka qenë një periudhë tranzitore, kaloi një vit pa institucione, si dhe një farloj zone e hertë, pres me padurim krijimin e institucioneve të reja. Unë vetëm jam të punu me stafin, me kolegët për me përgatit një listë kërkesave cilat mund të debatohen, po ne konsiderojmë që janë esenciale që më ushty përpara. Ne veprojmë në një ekosistem. UP-ja nuk është e izoluar nga institucionet e tjera, si dhe UP-ja e ka përgjegjësinë madhore.